Mirë mbroma miq të Media 60, mirë se u rikthyet në klasë botëror, vetëm pak orë na ndajnë nga super sfida ndërmjet Spanjës dhe Argjentinës ku do të përcaktohet edhe kampioni i botës për vitin 2026, si çdo mbrëmje me mikun dhe me kolegun Ariglon Pali. Mirë mbroma Ariglon. Mirë mbroma Arald. Jemi edhe sot pa ndeshje ashtu siç nuk kishte as mbrëm. Tashmë nesër do luhet finalja e vogël, më pas kemi finalen e madhe. Dhe sot kemi të ftuar nderi ish deputet, por nuk e kemi thirrur këtu në cilësinë e ish deputetit, e kemi thirrur në cilësinë e një personi që e njeh shumë mirë futbollin dhe nuk kishte se si mund të gonde analiza e tij në klasë botëror. Kemi Kujtim Gjuzin. Mirë se erdhe. Faleminderit që pranove të vije. Është nder që jam me ju. Të dy së bashku, patjetër edhe me gjithë stafin tuaj që është pas Kuintave. Është një kënaqësi shumë e madhe vërtet që të kemi këtu me ne për të folur pak për këtë Kupë Bote, që nisi mes dyshimeve, mes dilemave, shumë njerëz ishin skeptik ishin për ato që do të ndodhte, si do të ndodhte, çfarë do të bëj, zgjerimi i formatit, zgjerimi i kohës për të luajtur, po prap, nuk e di si e ke parë, emocione ka dhuruar, i bukur ka qenë, spektakolar ka qenë. Më lejon të shpreh kënaqësinë që kemi marrë nga deri në këtë moment jemi me 102 ndeshje, më duket. 104 nga totali, 104 total, 102, rreth pa afrohemi ke 300 gola, më duket se duhen edhe 3 gola të tjerë që të shkojnë 300 gola. Domethënë, ne që jemi, si thua, atashuar pak me sportin ose me futbollin që në rinin ton, ne i lejmë të gjitha punët, ndonjëherë zihemi edhe me gratë, sepse do rrim në ekran edhe pa gjumë dhe normalisht që ky lloj botërori na la pa gjumë, po na ka dhënë kënaqësi. Ani se në momentet caktuara tifozëria lëviz, domethënë lëviz. Sidomos po kalove 50-at filloi lëviz tifozëria. Nuk rri statike. Po. Tifozëria lëviz pak si edhe si votuesit për ta lidhur pak me të kaluarën si deputet. Po mund ma shpjegosh pak më specifikisht. Pikërisht, shiko. Po të hynim në zgjedhje në këtë moment, partia e qeverisë që normalisht i ka cënu pak elektoratin, qoftë edhe atë konservator, ka rreth 41-42%. Partia e opozitës që kishte edhe këto zgjedhjet edhe urojmë të ketë sukses, ka 28%. Dhe po t'i mbledhim këto të dyja së bashku shkojnë ke 70%, do më thënë 30% që ka gjenerata Z. I bie që logaritmi i X-it për ne ekonomistët gjithmonë është komercial. Ju doni kampionat botëror pa komerc, po s'mundet, pse është Donald Trump që organizon këtë punë. Janë amerikanët që janë nishat e komercializimit të gjithë shkaje. S'keqa boj, 100 vitet e fundit janë me ne 5 president atyre, qa me i bone atyre? Ne do t'jemi detyrimisht për ta. Se kështu kemi qenë gjithmonë. Ne jemi me ata, padyshim, po edhe kjo mjeshtëria për ta kthyer me fjalë shumë njerëz e pan, okay, pauza e hidratimit, diçka e re për futbollin, zgjerimi i formatit, çmimet e biletave që europianët i llaftarisën, po atje kështu funksionon edhe funksionon mirë. Ne grupi jonë, domethënë duhet t'ju falenderojmë ju, grupin e më të rinjve, pse na sollët në ekranin na sollët në dorë. Dhe kur sjell ekranin në dorë, e shef ndeshjen direkt, nuk e shef më duke luajtur antenat për gjithë natën, e duke të pas sigurimi i shtetit e këto gjërat. Patjetër që është komerciale. Por në kohën tonë, ne trajnerët nuk na linin të pinim ujë. Imagjinohet, domethënë. Sot kemi ardhur në ndeshjet që për mua nuk janë komerciale brenda ndeshjeve, megjithëse ka komercialitet aty, se fitohen para përmes reklamës, por është detyrueshme që 20-25 minuta të pinë ujë lojtarët. Dhe për mua është një gjë si nuk po them se ish futbollist i dalluar, po si një nga ata njerëz që kemi qenë të regjistruar në Federatën Shqiptare të Futbollit, që hidratimi është gjë e mrekullueshme që ka ardhur dhe këtë mund ta bëjnë vetëm amerikanët. Se ne se bëm, ne të tjerë nuk e bëm. Jo, s'dim të bërim. Po pas dim ta bëjmë, atë e bëm. Ne shikonim si shfaqet huaj. Po, atë e bëm. Dhe derisa e bën, është diçka e mirë. Dhe trajnerët kanë mundësi komunikimi, ndonjëherë një trajner mund të bëhet 0-0-7, edhe nga pjesa e parë që mbulon me gati 72% mbajtjen e topit, ai tjetri ka 28%, kalon pjesë dytë, ku kalon gati 80% pjesa tjetër,
88 më duket, 88. Pas gollit. 88, domethënë përqind me 12%. Tani për ne që jena politikanë këtu ka diçka që s'shkon. Po qa pikërisht ka që nuk shkon? Ka pas ndaj lëshim, ndaj shitje, ndaj... Në luftën e dytë botërore, Tamam. në luftën e dytë botërore, domethënë Londra u rrafshu. Me sa duhet, londinezët nga liberaliteti pa kufi, tashti e kanë harru që kishin një obrell që duhet të mbronte Londrën. Churchilli e mbrojti. Trajneri mbron ishte gjerman, se ç'lidhje kisha gjermanë aty, unë se di. Po gjermanët e ditë me nëndecët se çfarë bën atëherë, çfarë deshën të bëjnë. Shqyqyr që ishin, prapë do dalim ka amerikanët, s'kemi më shumë. Shqyqyr që ishin amerikanët, thanë, mos keni merak, se ne do bëjmë aleancë me rregullojmë ne këta. Edhe e çun deri te gjyqi Nurembergut. Po ti e mund. Një vot, siç e ka presidenti jon, si nën president, atje, unë do të kërkoj hetim nga gjykata e Lozanës. Për këtë ndeshje. Po. Nuk ka rëndësi kush e merr kampionatin. Ka rëndësi shitja e ndeshjes. Pak më shqip, po thotë që është ndeshje e shitur nga dikush. Tha, ka rëndësi shitja e ndeshjes. Unë kam akuzuar një herë në një rast kapitenin e skuadrës tonë kombëtare. Mori karton të kuq, shlidhe kishte me kartonin e kuq në zonën kundërshtare. Ju kujtohet besoj. S'dum t'ia themi emrin, se edhe mund ta rëndojmë. Nuk e tu. Shqyr që s'ka qenë kujtimin presidencë në 2014, të kisha fitu unë, se me gjykat ika unë e mora. Po. Por, erdhën disa miq edhe thanë, kanë atë dronin Beograd. Federata është më e madhe se presidenti, zoti Gjuzi, prandaj të riqu nesër përpara gjykatës Tiranës do jam të rregjur. Manjola Beleri, shkëlqësia e saj gjyqtare. Unë e njoh për shkëlqësi, do tha, zoti Gjuzi e kuptoni çfarë po ne, se gjithë faktet janë favorin tënd për të bërë presidentun me vendim gjykate. Po dikush tjetër nuk ishte 007, tha zoti Gjuzi. I bën dëm, tha, Federata Shqiptare të Futbollit, kjo punë se ka ratë dronin Beograd. Normalisht njëri që bëhet deputet më vonë, domethënë edhe mendimin e cop fare, të amerikanëve britanikëve janë bërë deputet. Edhe gjithë grupi janë. E ai që s'ja di për nder atyre, do thosh kaq shumë ndryrën aty, po janë edhe anëtar i NATO-s, patjetër që ndryrën. Pra, edhe një herë tjetër, nëse unë do të isha si presidenti Duga, i bëj thirrje, të harroj miqësit, të harroj parat, të kërkoj se ka drejt ai të kërkoj. Se do mblidhet dhe mbaron kampionatin, do mblidhet, do bëjnë analizën. Po analizë. Me le, po, shit ndeshje. Po, ai shiti trajneri, ai shiti gjyqtari nuk është se mbajti mirë. Ma vje keq, në kulmin e luftës, islam radikal, Amerikë, gjyqtari është islamik, më vje keq, të lutem shumë. Po gjo, se me që the gjyqtari islamik, Argentina ka një lidhje shumë të ngushtë me Izraelin. Dhe Netanyahu ka dalë hapur në mbështetje të Argentinës, se Argentina që ka shku të mori vajt, mos ndoshta gjyqtari do ta mbate për Anglinë, me që ishte musliman dhe jo. Tani unë e kam thënë publikisht e përsëris, se shqyr Zotit unë këtu kam një katolik kështu djathtas. E kuptoj, kam thënë në kërmin që duhet katolik që mos të vjedhen këtu nga Federata Shqiptare e Futbollit, e deri ke kush e merr titullin, kush e merr. Edhe ky tjetër që ortodoks, unë jam gjysë po. Nga dal, prit. Okej, më fal. Isha bizantine, ka lidhje me kishën e Vatikanit, me që ortodoksit. Po ti nga më emri Kodhel, originaliteti është fisht, lez, Shkodër, ndan kufiri ose potom Kodhel të potomit. Sepse kanë dalë Kodhel të fishtës, kanë ardhur në potom me rujt invazionin ortodoks ta themi, edhe s'mund ta themi këtë, se jemi as të gjitonis me grekët. I bja, nuk e di atë punën. Po unë mendoj që fisi jot është fis ushtarak. Nuk e di se si ke dalë ti ke sporti, ke kultura. Nuk e di. Unë se di se kuptoj. Ma tani çfarë do me thonë një nipi Sakra në tem. Vërtet a dashi im kujtimi pastaj thotë në njerëzor një nip. Unë nuk e di që origjinën e thellë pas kam veriore, se e di që jam jugor, po. Nëse është kështu, ne basu se jemi edhe të basët jemi të Po, pse ne mes unë po le Chelsea makinës tonë, nëse nuk ka Kodhel
në kufirin Lejë Shkodër, prefekturat. Po është fshati Kodel atje. A e di këtë? Po e di patjetër. Po pse më kundërshtatë? Po jo, po nuk kam lidhje me ata. Po zotri, unë i referohem profesor doktor i shkencave akademik Përbarim Kabo. Ai ta thot më herë, ai që është më i gjatë thot se 1.80 i bie verior. Do ta marr telefon ta ftoj për kafe profesorin pastaj. Është një nga eruditët shqiptar. Para se më kalu këtë pjesën e Ale për sportin që është jashtëzakonshëm. Pyesja edhe për diçka. Po. A e ke menduar ndonjëherë rikandidimin për në FSHF? Jo. Jo. Amerikanët, ti referohen amerikanëve pra. Po. Amerikanët thonë uji i lag një herë ato brigje, nuk kthehet lumi mrapsht tonë ata. Tani, me qenë sa ato na kanë dhënë ne njohjen e parë të shtetit shqiptar më 1921 me presidentin Woodrow Wilson se duam do dalim këtu. Po. Tani si mos të jemën me Donald Trumpin. T'ja japim më kujt ke qef, kujt doj Trumpit të të japim. Po Spanja se ka të sigurt që s'ka për të dhënë. Kështu? Unë kështu e menoj. Unë kisha dhënë Spanjën fituese të botrorit. Në aspektin sportive kisha dhënë, me fjalë jo në këto. Tani sporti ka dalë mbrapa Herodotit e në Demokratit. I bie që është politik. Po letër si që është komerc. Po. Ta nisim pak me si më thon me rregull, me që ndeshja e parë që u luajti ishte Francë-Spanjë. Mos kishte ndoshta edhe aty dyshime se një super Francë, super fuqi që të gjithë e prisnin kampione. Çuditërisht bën një gjytje më port, një gjytje sporadike, pra asnjë lloj loje ajo Franca me ato sulmin e frikshëm kundrejt Spanjës, u bën një kotele, një. A ke dëgjuar për Republikën e Shtatë franceze? Jo. Okej. Para ca kohësh i vollën kurorën. Ky është. Gjeli. Kjo është gjeli francez kjo. Kjo është qindismë 1966-67. Mbushja kësaj e vërtetoi se kam dorën të pickuar nga qindisma. Nëna s'kishte e vajzë, ç'a na bonte, na vinte ne këtu. Po pse kam qitë të gjelin francez? Ju i keni pa, besoj? Të lutem nëse mund ta fokusojmë pak te gjeli francez. Po, ja, drejtohet se kam. Ju e keni pa festën e falënderimeve? Po. Apo jo? Po, torki. Thanksgiving. Mirë, po shkoj gjeli në Amerikë. I bie që ta presin kokën. Të servirin për drek. Po. Shkoj dikush në tropoj me prej gjelet e tropojës. Unë i thash mos më sa ti ka arush, mos u nga radhja. Do të thosh di që u këtë çali dhe kam me futbollin ka. Po pse Skandar Gega që është miku im çar. A ka qenë me bashkë me Alit Gegën, dy vëllezërit, lojtarët e ekipit kombëtar kujtësi. Si do t'i përmendin ne sot ata? Po, absolutisht. Ne përmendin emision sportiv jemi. Do me prej kokën e gjelin tropoj. Ne kush? Made in China, mos më dufart. Është shumë e bukur. Mora Riglon besoj shpjegimin që pse Franca nuk funksionon. Prej kokën gjeli. Pra nuk ishte 007 ke gjeli. Ja, po mirë, gjithsesi kjo Spanja u rikthye, nuk e di si e ke parë këtë Spanjë se e filloi shumë dobët. Unë thash në 10 qershor thash që Spanja i qëndrova linjës se nuk do ketë surpriza ky botrori dhe thash Spanja me logjik do të jetë. Ora mos do rezultat shumë kokë. Jo. Do e marrim çik më vonë, do e marrim kokë. Është si lojë më tepër. Por Spanja me atë ecuri që pati, realisht ishte shumë dobët. Dhe realisht të bënte të ndihesh e pishman që pse e shikoje si favorit dhe të vjen diskutim pasaj sa merri vesh nga futbolli, të paktën e kam thënë në studio tjetër televizive se shoqyr Zotit Kavaja është në prefekturën e Tiranës. Po. Edhe Besa Kavajës në vitet 80-90, ndoshta edhe 75-85, diçka e tillë, luante tikataka spanjollët se luajnë fare tani. Se spanjollët luajnë tikataka në gjithë fushën. Kurse Besa ta luante vija qendrore dhe mbrojtja vet. Ti mendoje që po e sulmon këta janë kot. I top Dash Bayezidi, përshëndetje zëvendës ministër. Bam, shtini atje, shtini ishte 1.68-69, po kishe i start, që të them? Kur na ka bë golin e dytë me Tiranën këtu në stadium toni, ne ishim plot, domethënë Kavajës mund ishin 100-200 vetë, ishim më shumë. Na iku mene 2-0 për shtinin. Marroi këtë punë Tiranë. I duhet ku dijon kupa, nuk e di se ku i duhet. Shkon në Shkodër. Jo, shkon në Kavaj. Nesër parë Shkodra në Kavaj.
2-0 për Kavajën, me zërë barazu në penaltim Shkodër, 7 penalti, dritë pas, Xhan Ragami, 2 penalti më barazu. Mjeshtë i futbollit. Pyetja është, kush ishte president në atë kohë i federatës? Mos ishte gjo, kështu si nga veriu i qik? Unë për vete kam qenë shumë i vogël, nuk e di. Po mirë, po unë me që jam plak, unë po tregoj gjona kështu që ju të dini për herë tjetër. Ka qenë nga veriu, po. Ha? Kush ishte president në atë vit? Në 75. Tani unë vetëm duket po të them emrin unë tash, se po thash emrin unë pastaj rriste mbi emrin Bushatlive mbi emrin madh. Do me ta thonë. Edhe më 7 penalti Shkodra. Shikoj të më shajnë gjithë se unë jam thonë në Shkodër, gjithë më sulën tani me naj dasmë atje. Do më thonë çana bone. Ajo që ka ndodhur, ka ndodhur. Po do të thonë pra e vërteta. Unë për ne jam besoj edhe ke ju në studio se them të vërteta. Po. Pra presidenti i federatës nuk quhet president atëherë, po quhet kryetari i federatës, kryetari i kombitetit ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit. Kështu tamam, kështu quhej. Ai u dha, ishte ka Shkodra. Normal, se Beza Kavajës do e merrte, me Shtinin. Ta pa vjen Shtini, ta pa të thonë Shkodra, se i futi 2 golat në Kavaj. 2 nga vaj. E kupton? Në dash Bajazit me Me shumë. humor dhe me ironi. Ka qenë edhe ky. Se tani o problem, shikon, na herë do bëj reklam, s'kam ç'a bëj. Jo, s'ka problem, mund të bësh, absolutisht. E kupton, ka qenë merhori aty të qiste punë me zvushë ta madhe topin. 3 veta këta Tiranës, o të merrte faulin, ose i xhirote tika-taka, Besa Kavajës, le Spanjën, ç'a Spanjë. Spanja është në gjithë territorin e fushës. Mos ja ka blegjo Besa Kavajës, nuk është çudi. Megjithëse s'ka stadium Besa. Inshallah tani gjoj kryeministit spanjoll, orti. Hajde bëj stadiumin e Besa aty se kena 20 vjet që se bëjmë dot. Me që u keni vjet tika-taka. Jo për gjë, po është stadiumi i 26 marsit, dhe unë kom qenë atje, ka qenë ditë votimesh, me pa neshjen Besa Partizani 1-1. Ka dalë ndeshja, edhe na thanë në pjesë dytë ato çuna që nga Tirana, jo po ikni vëlla se s'kena punë me ju, ç'a punë s'kena kur qiten gjithë veprat e diktatorit u fush. Ky ta them dhe emrin e shokut tim, që kemi shkuar me bicikleta. Agron Mehmeti quhet. Nëse unë gënjej, kapni agronin që shet materiale sportive. Këtë s'po e them tash se duhet vit pa gulgona, hajde pa gunë lek këtu. Hajde se jena komercioni me Donald Trumpin. Tani, a do bëjmë si amerikanët dhe na? A duhet me ndjek shembullin e Ne suksesit? po s'bom si ata, Po duhet të ndjekim shembullin e suksesit pra. Kosovën ata than, ç'a the? Po, absolutisht. Edhe 100%. Gotë udit raketën. Si e do than, na falin se i ram gabim ambasadës, madin, s'pa e themi tash se jena. Dakor, 100%. Jo. Jam shumë dakord. Apo do golin e Kursës Beograd, disa aty filloi sherri. Te goli i Kursës Beograd. Thua që sheri, gjithë sheri madh Absolutisht, aty filloi sherri. Fillon këta të çajna direkte? Jo, është ministri i Mbrëmshëm, do më kontrollu se ku jo mund të shi. Është shkodron ministri i Mbrëmshëm. Me qenë se folën për vllaznin. Mos na djoj për vllaznin edhe Çudia, duhet çudia. mos e shaj vllaznin se problem. Biles t'ja ashtu zërin. Kemi edhe një shkodran në regji që ka pik dobët vllaznin. Të gjithë shkodranët kanë pikë dobëll vllaznin. Mos na bëj black. Të gjithë shkodranët kanë pikë të dobëll vllaznin, gjithë lojtarët që kanë luajtur në Shkodër, që nuk kanë lidhje me, nuk e kanë origjinën nga Shkodra. Ta pa të vjen Shtini e për të rreth. Po, ta pa të vjen ai si e ka ai Xhemal Jamali, si Xhemal Lamin Jamali, Xhemali tani si qysh me emrin, këto i thon Jamil. Ku gjetë Jamilin Xhemali? Xhemali në kryet krishterimit, e kupton? Ose Gjuzi që do kryeministin katolik, çuni Baramit. Pse e du? Po t'ja të regoj, dalë dhe unë nga fishta, po dalë quntezi e thonë... Dalim tanët. Ore ke sigur, ta qesë tu. Po që në duhet e sport që jena për sportin. Që në duhet. Dhe unë kam pasur rastin që jam takuar me të nderuarën Mimi Kodheli. Jo, aja ka Mrika Kodheli, priti. Dakor, mirë prapë, edhe për mbi emrit Kodheli. Në regjistrin kishtar, ajo është Mrika Kodheli. Se që bë mrapa ti, e bë Mimi se do me e cu në Rusi, o problem. Mirë, dakor. Emri flas. Dakor, pra edhe të emri. Po, e kam takuar, na prezantuar njerëz tjerë që ishin edhe kolegë të erdhi te televizioni ku punoja, Kodhel, por nuk zgjedhëm dot në pikë përbashkë. Kështu nuk mendoj që e kam atë pikë në përbashkë. Me kë zgjedhje? Me Mimin. Ashtu, ha? Me Mrikën. Po mirë, me që do kështu nuk njoh shumë unë edhe më parë. Edhe herë. Nga është babai i saj. Po nona nga e ka. E di që ka shka për leshtë të mëra vëzdi jo. Nga Skrapari.
Ora prap Nga skrapari, me Chelsea makinës dhe me vuma në pas në dorë. Nuk jam nga skrapari, jam Kodhel tashi Kodhel ka pranë fishtës, kufi, edhe në potom skrapar, nuk ka vend tjetër, Kodhel. Qose do Kodhel vend tjetër, unë se di që ka vend tjetër. Në 2006. Jam shumë dakord me 64 fshatrat. me kujtimin. Jam shumë dakord. Dakord. Dorëzohem. Jo, për të dorëzuar në asnjëherë çfarë. Do pyes jo, për dorëzuar jo ashtu më. Dorëzohem se do pyes profesor për parimin. Me qenë se më thej që të më zbërthej origjinën, po. Jam shumë dakord. Tani te origjina më mirë më ke mu këtu sa profesori. Te origjina. Po që puna për antropologji, aty pastaj. po që puna për komercin e artit e ka trajtuar në një libër të veçantë. Kultura e artit është njëri me botë madhe profesori. Nuk mund t'i afrojmë profesorit të lajne. Bilës mund vjej natë që s'ka qenë parlament. Do kisha thonë dorëgjë po të kishe qenë në listë kështu. Po si është e mundur që s'ka qenë një personazh i tillë me aq diapazon edhe me aq njohuri, si është e mundur? Më lejo të themi gjë. Edi për shembull, Edi Rama, ju besoj e dini që kemi qenë miq. Miq, domethënë miq grupi. Miq grupi. Edhe Edi Rama më çef. Për shembull, e dini ju që Edi Rama është shumë me tjetër shkencëtar? Se dini këtë? Nuk trego. Pse se ka sulmu doktoresh Monika Sianukun, e ka sulmu. Tani, nga krau tjetër ka i profesor doktor. Profesor doktorat zakonisht punojnë vetëm. Edhe është stafi çik më poshtë, që janë patituj. Kur të vdesi ky profesori, që na ka dhënë leksione neve, atëherë thot, "Bo ti profesor, po sa ti jam unë gjallë, është akademik tani." Përbërim ka po çim mund ta marrë atje ta vendosë Berisha. Berisha se vendos dot se e ka rival, se ka profesor doktor shkencash. Po Edi Rama, thot Edi Rama të bijën këtë profesor doktor në gjithë të më gjë përbërim kapën, do s'ne gjë njëri mu. Edhe i bje që e kam thënë në një rast, është inteligjent, por e përdor inteligjencën në kontravers. Po ku ka më mirë se ti është në përparim kapën, ç'm doni ju mu këtu jo. Jo, ju keni vendin tuaj, profesor. Personalisht e njoh nga afër, në disa raste kemi rastisur. Po nuk e di. Ta mbyllë, me këtë që më thënë mbyllë. Nuk kam çfarë të përgjigjem se ke shumë drejt, e mendoj që ke shumë drejt. Në vitin 1990 luante Brazili, e kam thënë, po e përsëris tani detaj. Luante Brazili kundër Argentinës. Dhe i binte që të vinte Brazili në finale. Mirë po Brazili me gjermanët në atë kohë që isha unë me gjermanët, ishin kret ato kështu, njerëz me ngjyrë kret. Se e bardha janë njerëz me ngjyrë, sipas Isaac Newtonit. Kurse çfarë janë zinje, çfarë janë boj kafe, çfarë janë kështu, janë spektër ngjyre. Pra s'mund të thosh njeri me ngjyrë, një njeriu që është bëj kafë. Ne jena njerëz me ngjyrë, të tre janë atë bardhë. Po ta kam kështu edhe i gjithë bulevardi ishte Brazil. Një njeriu im kështu, një mikesha ime, kishte emër të famshëm, apo do t'ja përdor emrin unë tash se ore jena plak ne tani. Edhe thonë njerëzit ka luajtur me zgjuzi. Edhe ajo tha, "Ka i sjellshëm jeti me mua?" Po. Po e zoti ve gjysmë e rrogës bast. Që fiton Argentina. E menova i kështu në gjithë pazari, edhe fiton 1-0. Ajde, thash, sa e merja rrogën unë, gjysmë 15 ditë, që rrujta vetëm 500 lekë të vjetra, se mund vite rava me bone bas me dirama, prap. I bje 3.000 lekë të vjetra, i ve basën 3-6 ishte, 1-0 ishte 3-6. Do më thënë ishte fitoria Brazilit 1-0, ishte barazimi, ishte fitoria me 2 gola, e këtos? Po, ishin gjitha rezultate. Ishin gjitha rezultate, bëshin 6 rezultate. Do më thënë, po të fitonte 1-0, si që fitoj Argentina, 18.000 lekë plus 3.000 lekë që ime shi umur, po e vure basë. 21.000 lekë, unë vend që të qërashe atë që më tha, e unë bërë si Edi Rama. I mora lekë gjithë të qonë në shpi, blega koltuqe. Pra atëherë më thanë, më s've më basë, kështu të se ato kështu disa lekë ke fitu njerë, 6 familje ta i ke bo me qa, nëna ime. Zvura basën, atëherë. Këshilla nënës, edhe gjitha rezultatën kohë, e disa shtylla gjudi Brazilit. Se mrom di gjudi Argentina 2, e pezi gjudi 2. Tani pyetja është që pse letit vit gjudi në shtylla, ky është problemi. Këtu unë i vetë dyshim, trajnerit i vetë në mënyrë absolute dyshim. Kjo duhet vërtetu, patjetër.
Kurse për të fitu pastaj, unë sa ka bë golin, isha tu e pa me familjarët e mi, thash tani ka gol tjetër Argentina. S'bët fjalë. Seriozisht besoj, ë? Absolutisht, se ore ke Mesin aty. Në moment që ke Mesin, ti ke gjithë kampionatin botëror. Se Infantino po se po. Po dhe Donald Trump me ty pas. Po. Po. Edhe i bie që edhe katolik është ai Mesi. Bile se është katolik bizantin. Është si puna jote. Si puna ime. Po. Po pse kemi kushurin? Po. Mos na, jo, ndoshta Argentina ka shumë arbëresh, mos Shiko, te Messi diskutoi ndoshta te një prejardhje largët italiane, pak italian sigur kanë pasur ca jo, italiane e ka ai, po mos janë nga arbëreshë. E kanë jug dhe është arbëreshët por se e ka deklaruar dhe vet. Për origjinë të arbëreshë të konfirmuar nuk di. Ora gjithë bota është ne mos në botë kaloj tash në vend tjetër se jena në sport. Mund të kalojmë si gjithë bota. Okej, në qoftë se ne do të kalojmë në sportin e kanoës. Me kanoë. Apo sport ai. Po. Më thuaj mua si quheshin anijet pirate, si quheshin. E di me kë flisin këtu. Ky pirate në vapor vlora. Sa afër keni? 13.500 imigrantë bari. Andi te Belena apo jo? Ha? Me fare, jo kështu, pralla. Do të thotë bota është ne, e diku dhe më thënë të, kry prokurorit antimafia në Napoli. A i më mbajti mend, se u bom 11 vetë, atëherë, kur ikëm, e thamë ne, gjallë vdek së këthejemi për këtu. E tha, do të fusë në burg, mu i thashe, pa. Nuk e them 4 orat, 25 minuta, 3 minutë, 26 shemet bari komplet, se ne, ju në manit blokum, ne 11 veta, në manit blokum, ne e në udhejsat e grupeve, do më thonë 11 prefektura, si pas zogut. Mretit, do më thonë. E thash, mos të fut ky sport. Ashtu tha, po qa të bësh, i kërkova një gjë që ndodhi. I thash, vetëm një gjë do të bëj. Ha? Na jep një top të luajmë ke stadiumi barit. Edhe dolëm për para, na vunë projektorë dhe policia kaskat blu, e ishin lloj policisë ata. Bashkiake, çfarë ishin ata? Karabinierët gjithë, u mlodhën gjithë, e bëm 2 skuadra ne, me porta hungareze. Në renti topi burë kështu, i këpusin rafishat në betonën, policët i lanë gjithë qa kishin tanë, ky që e ka futbol. Pra Messi, Ronaldo, janë futbolistë që të regjin skuadrën. Nëse skuadra është gjeloze mrena vetës, mësojt e që mësoj Portugalia. Nëse skuadra angleze nuk besoj se është gjeloze, po kishte një përplasje aty. Midis trajnerit dhe dikujt që taj, shiko, nuk të shpëtova ty. Që shpëtova ty? Ti e lojtar për atë punje. Pra, do bën 2 gjëra. Mos marrëveshjet që zakonisht të anglezët ndodhin, pra ne kanë 60 vjet që s'marrin kampionatin edhe kësa radha unë shpreh keqardhjen që ata se morën. Por duhet hetim për trajnerin. Me kë ke qenë këtë botëror dhe me kë je normalisht si francezët i kanë bezdi se ne herë kanë ndërhyrë kështu kundër nesh me Republikën e Korçës. Edhe kanë thënë du me bë, me qenë se e bëm mirë dita, atë Republikën, ta bëjmë edhe ne një Korçë. Plus i kam një problem me francezët. Mas Napoleon Bonapartit nuk na kanë dashur ne shumë. Napoleon Bonaparte me Ali Pash të Perenë kanë shku shumë mirë. A dini ju që vallja e gjelit të Tiranës është vallja Napoleonit, Napoleon Bonapartit. Arë shqiptar, i mirditës. Se ikëm nga sporti, po medalet janë medalje Jo. Janë medalje ari, janë medalje argjenti. Kemi të ndërthurë. Janë medalje bronzi që vinë nga kuvin, nga mirdita pra. Për frymë popullsisë, Shqipëria është vendi i dytë në botë për prodhimin e arit. Edhe metaleve me ngjyra. Pra, se e lidhi me sportin, medalje ari, çfarë do morën ata? Do morën medalje ata, po çfarë medalje do japësh Mesit aty? Do japësh medalje ari se s'bën. Ka dhënë komercaj, po. Bilës tani nuk ta jep mo, siç e jepte. Me ndërprerjet ndeshjes, jo, të pinë ujë këta. Kënaqen njerë këta, të kënaqem edhe ne. Po. Edhe u pyetët te kënaqësia, po si s'ka kënaqësi kampionatit botror 104 ndeshje tham ne, do ta bëjmë me 68 tan. Sa mirë se do shkojmë dhe ne si shqiptar. Do zgjasë edhe 3 muaj pastaj. Do shkojmë ne kuqëzit atje. Ne kuqëzit herës tjetër. Të pimë edhe ne ujë me qenë se kujtimin kemi komercialin edhe ne kemi sponsorin ton dhe kemi huazuar pak nga amerikanët.
që bëjmë një pauzë hidratimi dhe ne me ujë këtu në emision. Po me ujë selita që. Me ujë selita. Po, ujë selita. Se unë jam ekonomist i komercialit. Po. Shive ujë selita më i miri. Kthehemi pas pak. Rikthehemi sërish në klasë botror, jemi me një mik të nderuar zotin Kujtim Gjuzi dhe doja ta pyesja pak se ka pak interesante ma tregoi mu historinë, po pse e traftove Gjermaninë, se thej që ke qenë me Gjermaninë dhe me kë je tash? Ora unë të mërë gjithë golet e Müller e gjithë deklaratët e veta, po jam deklaratën në Shqipëri. Si u duk tha mbrojtësi jonë dritë pas Bujarcani. Më vjen shumë mirë tha që erdha në stadiumin tuaj në Tiranë, shënova gol që nuk dihet, më vjen radha herë tjetër të vjedh të bëj gol. Ky është i madhi Gerd Müller, stadiumi i Münchenit, më duket se e ka statujën përpara, në meni. Një goleador i madh. Pyetja juaj është e drejtë. Shiko, kur bësh politikan, fillon mëso gjithë brimet e dhelpërës. Se dhelpëra e ka strofkullën me minimalisht 3 vrima. Maksimalisht me 7 vrima. Do më thënë që mos ta gjesh dhelpërën kur se ku fle, ku hyn, ku del, ku e futi pulën. Edhe në këtë kontekst unë kam mësuar që mbreti Otto, kur kam qenë në Greqi, ma ka tregu profesor doktor inxhinier Nikola Taklamburi, inxhinier elektrik. Ato i thonë elektrologës. A ishte çam. Po ta tregoj dhe se për 6 muaj me komuniku greqisht me mu, e mos me pas asnjë lloj ngatresë në punë me skemat elektrike, është gjë fantastike. Në fakt s'ta jep vetëm me folura gjuhës, ta jep edhe ajo që ti në shkollën e mesme që e ke teknike. Edhe kur më ka tregu mua ai që mreti Otto për një dashur që e kishte nga Korfuzi u bë mret. Thashën sa budallë ne që mbrona vetëm me rafisit martona milioni tjetër katolikë, ortodokse, muslimane, bektashie, protestant ne, po sa budallë jemi ne mre që nuk merr kemi goca nga Greqia me martu me ta. Unë isha i martuar se kisha për të martuar me i greket sigurt e kisha. A e kupton? Se mos sa bëhet nusja xhelose. Po, kur tha ky kështu, brava menin. Thash ma thuj dhe herë se kuptova mirë. Ti dha ke kuptuar aq mirë tha sa s'bot. Por tha, shiko, tha, ne grekët, direkt, ne kemi Olimpiadën e parë, ne kemi Herodotin, ne kemi Demosteni, ku digjon se që janë ata, do më thonë, gjithë ato filozofët e Greqisë, dhe pa kenen e Pitagorin, ju i thash, po kjo Pitagora me thonë Shqipo, problemi madh. Se ju i thash e boni me ta, e në hajde gjeje si është kjo. Unë jam ti, tha, jam çam. Si, një çam. Nikola Taklamburi, duhet jetoj akoma, 78-79 vjeç. Edhe unë thash, po. Ta na pasën marrë gjithë komsinë tonë, gjinë bërë shpatën atë poshtë, të zotit Pali, atje poshtë në fund në Athinë, do kështu, Katia Viktoria, dhe Romës, 149, e ka to Saranda e një, po të themi dhe kështu, ishte ajo ku banoja unë, një grek atje, tha jam gjysë greke, gjysë turke, të shi bige, që ti që e ke si unë? Ku ka grek, tha, e dyta, i pare Nikola, e dyta, jo, mirë po, ato kanë morë Olimpiadën, ato kanë morë historinë, ato kanë morë gjitha, që boni mrejti Otto, na mori ne, gjuhën Shqipe aty, ne, kryoj gjuhën greke me së, me ku digjon, se që është sport, nështë sport. Ne kemi gojdhonat në historinë tonë, dhe nështë mëkati më i madh i historisë tonë që nuk e kemi të shkruar. Ja, ta themun, më mirë e folura, ku ka zë së është pa gjë, më mirë e folura. Thashe themi, bëhet legjend, bëhet histori, e shkruaj historian, e shkruaj akademik, profesor, doktor, Kabo që shkruaj vetëm për vërtetën, po t'ja përgjigje. E pash, unë u trondita i qiun atë. Nese vin Tiranë, 2004, Gjermania thanë, i ka gjithë zim, do ketë një të bardhë në skuadrë. Me numër 11 duket, Asamoah. E vun Asamoah atje. E të shënë hyni ke Gjermania? Po tjetë shumë, po bëhem anglesët. Anglesë kishin morë kur kupën, një 2 herë kishe eliminu Italia, më duke se ka eliminu një 2 herë. Argentina. E gjithë kanë eliminu ata, thash do bëhem e këta punë madhe, se s'do gëzohë. Unë isha gëzu se kishe morë Kuba, Gjermania, më u knaqë.
Po kënaqësia më e madhe dikur ka qenë, po megjithëse kisha hiq dorë nga Gjermania 2014. Asamoah u bë shkak që të lejë Gjermaninë kaloi Ja, nuk e bëj shkak se s'mund ta themi atë, se s'më lejohet me thonë. Po si ishte shkak? Po, hyn te racizmi, nuk është shkak. Racizmi, nuk kishin fituar boll pra. Po, kishin ishte ngopur. Donë të mbështesin skuadrën, kërkon të fitojnë. Po. Siç u bë me PD në fillim me dobët e kështu, kuptoj ngritën PD. 2 herë kryeminist, 2 herë president, çdo 13 vjet me qeverisë, duken pak. Po. Bukuri. Bom me angles, takoj shokun tim, Vokopola. Tifozi shmen i britanisë. Ai donte vetëm me i krosu topën me gjut me kaptin s'dite gjë tjetër. A më lira, është e vërtetë apo? Edhe thash po bëhem anglezë. Ke pari sa jam bëhem anglezë do? Bëna deputeto. Bëna antar këshill bashkiak Tiranës. 2-3, se kujdesen ato. Po. Domethënë, flota shqiptare mund të quhet e tam fillim. Flota Liburne, Po. Pirate, e Teutës. Kjo quhet 005. Domethënë 005, baba im thoshte ta fusi 5 syve, kimenen. Mos nit njerëz, mos vjedh, mos bë. 005. Pyetja është, kush është 006? Amerikanët, tota, 6 amerikanë. Po 007? James Bond? Ja, vallahi, janë britanikët. Këto ka dashi 60 vjet që s'morin kaminatin. Ore, kanë men ato tu që zgjedhin trajner gjerman apo s'kan? Ai na mori tokat ne? S'po ju merga ju kampionatin, ha? Hajde, meni hajde. Ambasador, se s'na thirrë as atje për të pa neshin atje ke fusha, si o puna. E kam fjalën për ambasador. Po, në Britani. Ne të përshnesim duam fort. Absolutisht. Me qënë se e qove qik të trajneri, po diskutohet Pep Guardiola është një listë gjatë. Dhe në Angli praktikisht e kam vendosur që nuk dhe jetë Tuheli. Ndoshta pengu i tyre shumë i madh është Tuhel dhe një gjerman në krye të kombëtarës, ashtu si po e thua ti. Në qoftë se ato kanë luajtur me një Guardiola, një spanjoll do t'i vlente Anglis, apo ndoshta do duhej një trajner anglez sepse ato e kanë një traditë shumë të gjerë te pjesa e tretë. Do bëjnë signifikancë? Po. Kura ai që i thon Luigi 14. Sa fillon në qa? Sa tjetër do bëjmë republikë, do zgjedhim këtë ai duhet të divëm shtet. E ke pa presidentin e dytë që shkon burgë. Luigi 14 ai captun ato, ai futën atje. Po. Si quhet giotin. Në qoftë se anglezët nuk kanë arrit e farë periudhë me Frankon që e prishën monarkinë. Duan me prish monarkinë e futbollit e theksoj. Britanik, le të marrin Guardiolën. Le ta marrin me klube po. Po jo kombëtar. Po. Absolutisht. Unë janë dy filozofi të ndryshme. Që unë jam i filozofisë konservatore dhe edhe me dashun me thonë që po, ky Guardiola mund të bëjë diçka, s'ma lejon filozofia, ndryshe bie që jam liberal. Po, kështu një njeri me filozofinë konservatore, sa ke vuajtur dije ato nga minuta 55 deri në minutën e 112, më duket se vajti 12 minuta shtet, 110. Ju po flisni. Po, sa ke vuajtur? Ju po flisni me tifoz të smur të Tiranës. Do më thonë, Bujar Eka quhet tifozi Partizanit. Si ju them emra. Fakte që po më të rrej unë, del Bujari aty do të pse gënjen. Ç'a bën? Po mashtron kë. Në stadiumin e vjetër kombëtar tonin Kuqësi. Karriket 120, 141, radha 14, presidenti Federatës Shqiptare të Bilardos, Ed Loku, ishte kujdestari biletave që thoshte, Gjuzo, që ku ke biletat? Ishin të mia dhe të jarit. Në herë s'kemi pa gola. Ju po flisni me njëri me bicikletën favorit sport dhe me gon me metin. Kishim shku në kavaj. Jo vetëm aq, goni tifozi Partizanit, e më tha, Gjuzo, lu Partizani në Kuçov, qyteti Stalin në atë kohë. A shkem shofim neshene? I thash, në gonë e diti sa kilometra është, po se di. 125 kilometr. Prej këtu? Me bicikletë. Atje. I bjeqi me bicikletë, se s'mund të ezësh garë. Po. I bje 20 kilometr, i bje 6 orë gjys. Po në modhëm, thëmë. Nisëm 4 mjesit, në ora 11-12 ta jemi atje. Neshe filloj 1:02, i thash, po këthimi. Këthimi tha, e kena kollaj. Nga Kuçova, në Luzhë, hypim tren të funit ta, vim Tiranë. Kështu ndodhi.
E kuptoni çfarë tifozi po flisni ju? Fantastik. Edhe për Partizanin me shku me pa. Pse? Se në atë kohë unë luja me trinj të Partizanit. Edhe normalisht që ti do të shkosh një herë atje që të shohë ai trajneri i parë. Që po s'ka marrë ky si. Nga erdhi ky për Nga erdhi ky këtu, sa ti ç'a. Pra, me këtë lloj tifozi po flisni ju. Për të thënë dhe një herë tjetër, ka raste që tifozi nuk e shef golin, e ndjen golin. Ju that, mas minutës 55 ndryshoi programi. Mas minutës 55, se s'du të bëjmë besë, se jena burra, domethënë. Unë e pashi loja po humbiste, diçka nuk shkonte. Trajneri s'bën ndrime, ndërkohë që Argentina i futit 5. Tha, hum se hum jam. Po. Qa të marr tani të marr. E mori. Duhet guxim. Ashtu guxum ne shku në parlament. Gjithë na thanë budallej. Unë deri tash se s'do t'ju nxjerrë dhe kartën e drejtimit të mjetit tani, me të gjitha, atje pa shku në vizitë mjekësore, Po. s'ke ku shka. Po si? Pra ishte, jo budallik, jo. Ishte 007 Gjermane, që e mori Anglinë dhe e qoj atje ku e qoj. E dhimbshme ishte. A di. Shumë. Shumë. Dhe shkojnë ishte. Haribo. Jo, unë e kisha zgjedh Anglinë fituese. Që në fillim dhe kisha shumë besim, edhe pse isha tifoz me Brazilin, që thash jam tifoz me Brazilin, unë thash shikoj Anglinë për shumë element, kisha besim fakt ky trajneri që na shgënjeu. E di pse je tifoz me Brazilin ti? S'ta ka thonë njëri këta. Se ka Krishtin... Jam dhe me Interin që të bësh lidhjen tamam. Me Interin e rregullojmë atë punë. Herë kemi këtë, se ka statuin më të lartë të Krishtit në botë. Pra ne jemi atë se je katolik. Po jam musliman. Po. Mirë, ç'a thot mbi emrin? Ku gjeta? Ç'a thot mbi emrin, më ç'm duhesh ti mua? Unë jam musliman. Ti mund të ndihesh çdo gjë, ë? Jo, un kam një ide ndrysh. Ma thuj mbi emrin. Pali. O lale, Pali është Pali, është katolik tash, ç'a duhet më të? Un kam një ide ndrysh sa i përket besimit. Besimi është personal dhe nuk trashëgohet. Ashtu thotë, ja? Normalisht që familja familja apo konservatori pyet në vitin 600, ashtu do të, po jena në sport këtu më burr. Jo, s'ka gjë përgjigju. 678 Muhamedi alayhis salam tha, ju boft mirë vena, ju boft mirë mishi. Jo, 678-ën profeti s'ka qenë gjallë se ka lind 571. Po, unë them kur është Islami për herë të parë. Ora kush është më i modhi i profetëve se ka një Profeti Muhammed. A është ky? Po, edhe i fundit. Ç'a viti është Islami? Në 571-shin ka lind profeti. 571. 40 vjeç ka filluar të zbres Kurani. 678, po të them unë ty tash. Haja. Ma quti mos. Po dalin 108 vjet. E çfarë mëse? Berisi dorroi 106 plus 2 ja bën 108. A profeti po jo? Profeti po dos. Ha më është apo s'është? Jo, dakord, jam dakord. Çfarë mund llogaritin unë dua të di si funksionon. Ja, sport me sport. Ju boft mirë dha ç'a hani, ç'a pini. Kur erdhi i pata, kishin lut ai si quhet ai sporti me shpata? Po, nuk po vjen. Skërm. Bravo. Domethënë, sporti sipas grekëve, sipas helenëve, sipas pellaskëve, që kur bën Pitagora presin 3.14. Pia. Ajo më gabim apo jo? Pitagora, shkurt. Atëherë, pas sport atëherë. Ato për sport. Tha t'ja fuzim një herë me vend Meraki. Apo jo? Për sport. Meraki do të jo se si ishin kontrollet tona me vend. Nuk e njeh, Mbrapa, i pa ata, therë me njëri tjetër ata, lanet nga vilajeti im, qofse pa i quajmë kështu. Tani tim thunë s'ka qenë ai 106 vjeç. Ku e di që s'ka qenë 106 vjeç? Ai rron në përjetësi. Ai është sot i bie 1400 vjet kalendar islam. Po kalendari kristian, po mbi emri Pali joti si është? Ku do më shkuti? Ku do më ikni çonit baromit? Ma jam mësës mik do të mos. Unë ja kam thonë hapur, po më vune penaltin, ka marru tovin rrjet, hajde, iku. Sigurt. 100%. Jo si Messi. Ora ke top ti këtu, ta bëj këtu live, ravishatën, nëse se bën ravishatën këtu, çat duhet mund të në studio.
Reglon. A jam gabim? Jo, se gabim, ai është dizontar. Jo. Nuk jam. Ja, pa shemalsis madhe, nuk merr gol kollaj. E mori golin e sa Ky tani do mori. më ngatru me dajtë grus domethënë. A kuptoni se do më mbape? Ai pe ministri më mori këtu në pushim çai ishte këtu telefon. Çao telefonin. Se ishim direkt. Apo jo. Si më do më ngatruti me zekat atë mund, çfarë thotë? Ne kena këshilltar bashkiak atë nga zekat. Nuk është reklam, se po mbiemri është mes gruajim atje. Çfarë? Ju e këtu e çik në fe, po unë doja t'ju pyesja çik ty ngacmon çik për parashikime, se dia është momenti dur apo jo, apo që Është drejta juaj me bë pyetje, është drejta juaj me dhon përgjigje sipas shefit ton. Padyshim Këtu në fe. Jo. Ne tham, majoranca është islame për momentin. Po. Për nga emrat jo, 77% shqiptarëve kanë emra autokton, katolik, kristian, ortodoks, Po. gjithë, po hige. Ora, nuk kam më me vu emrin Baram njëri. Unë se vetë, se kam vu çuni tim ashtu. Çuni im ka emrin Harald. Çfarë? Mreti Haraldi i Norvegjisë, e Belgji dole atë apo? Herald e kam ushë, po unë kam luftëtar gjerman duke se është Luftëtar gjerman, jo, po është dhe mreti Gjermanisë. Po. Se gjithë zona atje çfarë është? Është ne. Pa luajnë ata me varka. Po çfarë varka? Te Liburri luajnë, te Liburnët, ku e gjetën? Ore flamuri i piratëve, ai ishte me Kafka. Po. Bardhëzi. Po. Ore flamuri i Tiranës, valla, Tiranë vrasësit. Ore këtu s'ka qenë kështu, ka qenë ujë. Është tërheq. U futën në histori tani. Uji ka qenë deri ndaj sepse në gjithë fosilet jam dakord me ajo. Atëre i bie që jemi dhe parashikimi. Jo, un jam pak te pjesa që ne shumë gjëra në përbotje nxjerrim. Rrisë ta gjej Spanjën kokë, po rritesh. Po. E don kokë. Perfekt do ishte. Fiton Argentina 2-1. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Po do e pyesim edhe për Francën. Padyshim që do e pyesim edhe për Francën, po ej. Po mpyetet për Francën, do nxjerr gjelin francez. Po, nxjerrë gjelin. Nxjerrë gjelin. Edhe ti Ariglon e ke dhënë fitoret të Argentinës, po e ke dhënë në shtesë 0-1, 0-0 gjithë. Unë e kam dhënë fitore të Argentinës 0-1 në shtesë. Që e vetmja mënyrë se si do bëj unë tifozlik për Argentinën. Gjeli francez ka dalë vetëm në edhe studion pse kam tuaj. dhënë fitore unë do bëj tifozlik për Spanjën. Gjeli francez del vetëm në klasë botërore, e kupton apo jo? Si kam rrit? Si del gjeli Shive që ke gjeli. kundër Anglisë. Në ndeshjen për vendin e Është tretë. në Amerikë akoma. Margaret Thatcher. Tani dum do bëjmë çik kështu. Po, absolutisht, absolutisht. Kjo është pjesë, kjo është fantastike. Margaret Thatcher shkon në festën e Republikës Franceze. Edhe aty një nga kryeministrat, se s'po ja themi emrin, u përlot domethënë, se francezët janë çik kështu burra, janë si meshkujt marrin si të parët në botë për gjatësi, në të gjitha gjatësitë. Edhe fluti tu qajt ky presidenti francez. I tha Margaret Thatcher, merr pak të shamin, tha. Mos bëj lot krokodili herë tjetër. Ishte në festën Francës. Po. Nëse ka ndonjë gjë ambasadorja këtu franceze, më thirr edhe themi edhe origjinalin, se si edhe më tej. Si vërtet. Shikoj, kur bësh kryetar i partisë politike të vjen informacion zot na ruaj, çmu dëshmu që u bëna me këtë punë. Do thosh, po hike kujtim tash në Lero Venin. Kur doni, kur të bëhet kongresi, hajde ne atje. Bashkë me këto gjeneratën zot që janë këta. Duke qenë se jemi edhe në minutat e fundit të këtij emisioni për sot, ta marrim edhe një Për gjelin. për gjelat. Çfarë do një ndodhi rezultat gjeli tani? në kokë. Me Anglinë. Ja, Gjelat me Anglinë. Mund të jap 2 rezultate. Vetëm një, ë? Po kam frikë se gaboj, ose ka dhe gjë tjetër. Po gaboj. sikur ndodhi që gjen 2 rezultatet, ato të tjerë thonë, ore mos është vllai Nostradamus se Di ka ndonjë gjë. Di ka diçka. Çfarë duhet në një sport? Dakor, nuk e marrim edhe me qenë se Unë tha që anglez po si pren kaptinër gjeli o po të copa po se pren dhe kokën gjeli çan. Jo, sapo të kthehen në Angli, besoj sapo të largohen nga Amerika, ose ndoshta që në Amerikë ja kanë prerë kokën. Ma do mendja. Ku ti trajner gjerman? Absolutisht. Apo gjelave? Trajner gjerman, Trajner. gjelave nuk e di. Trajner, Se ta se gjelave domethënë ja prejon kokën këta tjerë. Po. Doja Gjelave nuk e di. Doja të falenderoja Eraldin dhe sigurisht kryesorin për sot Kujtim Gjuzin që pranoi. Ti ishte edhe të ndanim këtë orë bashkë me njëri tjetrin ku u fol jo vetëm për sport, por për gjitha, nga pak ishte një bisedë interesante që kemi bërë. U fol për sport, për histori, për kulturë, shumë për histori çdo gjë. interesante. Jo falenderoj shumë që ne ishim bashkë, se
kur ti po shkon drejt moshës 4, edhe ulesh me grup çun ashtu siç jeni ju trinje me gjithë grupin e ri atje, duket vetë që si e plak. Si e plak? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Thotë e kongë e Shqipënisë mesme që robi plaket Kur do vet. Dakor. Por thotë në ne jemi fjalë më të mëshme se kjo. Robi plaket thotë dhe unë jam plak. Ju falenderojmë dhe natë e mirë. Shumë respekt. Do rishifemi pas ndeshjes së nesme në orën 11. Po.